Çfarë kishit me i thonë këtij të robit që ka hedhë këtë mbetorinat këtu? Çfarë opinioni keni ju? Ju lutem shkruani në koment. Shikoj, a hidhen mbetorinat në këtë vend? Në këtë vend kaq të bukur, është një krim, vërtet është një krim mjedisor, sepse ai robi këtu i ka sjell me makinë i ka hedhë këtu, se s'ka mundësi me krah nuk i ka sjell. Ndërkohë që i ka patur në makinë, pse mos ti jete diku 500 metra ose 1 kilometër më poshtë, këtu në batorat Lunikut, që ka dhe kosha mbetjesh. Duhet ta kuptoj edhe vetë ai personi. Besoj që nëpërmjet këtij mesazhi ai do të bëhet njëri i mbar dhe nuk ka për të hedhë më kështu mbetjesh. Prandaj i bëj thirrje gjithë njerëzve që kalojnë kësaj rruge. Pra është rruga që të çon në parkun kombëtar të Shebenikut, është një nga destinacionet më të bukura të Shqipërisë. Nuk ka arsye me i lënë mbetjet në këto vende. Siç i merrni me vete, kur i sillni, merrni me vete dhe kur ikni. Është gjë shumë e thjeshtë. Pra nuk janë të tuajat. Nuk ka arsye me i lënë rrugëve, me i hedhë rrugëve. Dhe besoj që nuk mund të vijen kosha në çdo pllëm të parkut kombëtar, sepse atëherë do të kishim ja 500.000 kosha të vendosin dhe ja 10 makina t'i pastronin. Pra ideja është që njerëzit vetë kur i marrin mbetjet, kur i marrin ato ambalazhet me vete, me ushqime, me produkte, me pije e tjera, ti marrin mbrapsht sërish. Kjo është një kulturë që e ka çdo vend i botës. Tani disa thonë se pse s'vendosi edhe kamera. Po mirë, do vendosim kamera në çdo vend tash, në çdo pjesë të parkut, në çdo pyll, në çdo kullot, në çdo lëndin. Është jashtë normales, nuk besoj që është e nevojshme. Kur njerëzit vetë duhet të edukohen të mos hedhin mbetje në natyrë. Ta duam natyrën se është e vendit tonë, është trashëgimni për brezat, ta ruajmë atë siç është.